Ylli Dimraj, ish komandanti i mbrojtjes ajrore, tregon se detyra për të sulmuar nga ajri burgun e sigurisë së lartë ju komunikua regjimentit të aviacionit të Kuçovës, por nuk u zbatua. Ti në zi 7 ditë, e pror idiot kanë çuar një avion marinasi, por fal pilotit, përjetat kanë rënë vetëm mbi shpatë malesh, rrëfen ai për atentatin e mundshëm që do t'i bëj Fatos Nanos duke bombarduar nga ajri burgun e Bënçës në Tepelen. Generali që ka drejtuar aviacionin luftarak në praverën e mbrapsht të vitit 97 nuk ka folur kurrë për ato që ka përjetuar gjatë atyre ditëve dramatike. Ai ka dëgjuar në vetmi dëshmitë e të tjerëve dhe pavarësisht kundërshtive për to s'ka preferuar të ndryhej për të qartësuar sadopak të vërtetën. Nuk ka ndodhur kjo as kur kanë trilluar për ngjarje që janë prodhuar në zyrën e tij. I bindur se distanca kohore me ngjarjet e bushme do të vashit sadopak revanshe të tilla, ka eshtur duke pritur një moment të volitshëm për të dëshmuar. Ylli Dimraj, generali 75 vjeçar më në fund ka vendosur të flas, madje pa droje komplekse. Ish ushtaraku që në trazirat e vitit 97 ka kryer detyrën e kreut të mbrojtjes kundër ajrore, pranon të tregojë të pathënat e ngjarjeve tronditse. Nga pozitat e protagonistit që është ndodhur në qendër, në kundërshtim me stigmatizimin e isheprorit, i cili vlerëson trazirat e 97-s, dosje e zezë si s'do të hapet kurrë, generali në rezervë nënguron të ndriçojë misteret e momenteve kyçe të atyre përshtjellimeve, duke u ndalur me udhësi në historinë e urdhrave luftarake për të shtypur me forcën e armëve protestat antiqeveritare. Në rrëfimin e Dimrajt zbulohet enigma e thirrjes së aviacionit luftarak në teatrin e operacioneve kundër bandave në jug të vendit, se shpresa e vetme për të kapërcyer situatën dhe dinamika kaotike e veprimeve në ajër. Generali në lirim zbardh të dhënat e panjohura për çështje ndodhi që janë debatuar e përfolur gjatë prej vitesh, duke u dhënë përgjigje dilemave të shumta, kryesisht atyre për mënyrën e reagimit luftarak ndaj situatës së pazakontë në atë pranverë të trazuar. Kush urdhëroi për të bombarduar nga ajri urën e Nifolit dhe si u shman katastrofa fatale, arsyet e dezertimit të 2 pilotëve të rinasit që u arratisën me avionin MiG-15 në Itali dhe pse akti i tyre u vlerësua heroizëm i pashoq. E vërteta për bombardimin e qytetit të Tiranës me aviacion e raketa në mesin e marsit 97 dhe kaosi Çorodivës në lidershimin politik të ushtrisë, në çfarë thanash urdhërua regjimenti i aviacionit të Kuçovës për të goditur nga ajri burgun e Bënçës, ku ishte Fatos Nano, i shefi opozitës i dënuar për korrupsion dhe si dështoi përpjekja Augurzez që do të sillte përshtjellimet e jashtëzakonshme, çfarë ndodhi me pilotin e Gjadrit që sulmoi nga ajri mbi Bënç dhe si përfundoi ai matan Atlantikut pas kryerjes së fluturimit misterioz. Unë kam qenë komandanti i mbrojtjes kundër ajrore, në vitin 1997 kam kryer detyrën e zëvendës komandantit të mbrojtjes ajrore, se të qoftë me ngjarjet tragjike të 97-s janë përballur drejt për drejt, duke marrë zbatuar vendime e ultra, jo të lehta për një ushtarak, në ato përshtjellime të tmeshme pa përgjegjësiria, miopia dhe paaftësia e disa pushtetarëve diktues e vendimarrës, në vunë e qendër të zhvillimeve, madje në rolin e padëshirueshëm të protagonistit të tyre. Si mua edhe mjaft kolegë të tjerë na është dashur të përballojmë sulme, nga më agresive për të bërë detyrën konform ligjit dhe betimit ushtarak. Na është dashur të kundërshtojmë me guxim urdhra flagrant antiligjor të komunikuar nga shtetarë të sëmurë dhe karrieristë, që jetën e tyre nuk mund ta shikonin nga shkarike së pushtetit. Kur them urdhra kriminal, nuk kam parasysh vetëm fluksin e atyre jashtë misionit dhe detyrës luftarake, por edhe të tjerë që rrezikonin drejt për drejt jetën e komunitetit. Të tillë ka pasur jo pak, së paku mua më janë komunikuar 4 urdhra mirëfilldi antiligjor, çuditërisht të 4 jo me shkrim por me telefon. I pari ka qenë urdhri për bombardimin e ulës së Nifolit, pastaj ai për të goditur nga ajri bazën ajrore të Kuçovës, në pretendimin se rebelët kishin marrë peng pilotët e regjimentit dhe u bëni presion për të sulmuar presidencën në Tiranë. Marrëzia arriti deri aty sa na dhanë urdhër për të bombarduar nga ajri burgun e Bënçës, për të shmangur turmat e njerëzve, siç thuaj, që po e sulmonin atë. I pyetur nëse është e vërtetë urdhri për të bombarduar burgun e Bënçës ku ndodhej Fatos Nano, ai shprehet, patjetër që ka qenë, madje urdhërdhënësi ka bërë presion të jashtëzakonshëm për ta realizuar sa më shpejt. Mua personalisht, si një nga drejtuesit kryesorë të forcave të mbrojtjes kundër ajrore, nuk ma ka komunikuar njeri drejt për drejt. Historia e tij është disi misterioze. Urdhri ka shkuar drejt për drejt në komandën e regjimentit të Kuçovës. Data nuk më kujtohet me saktësi, por ka qenë fundi i muajit shkurt, a fillimi i marsit. Ka qenë pasdite kur më ka telefonuar komandanti i regjimentit, Agim Matraku, dhe më njoftoi se kishte marrë urdhër për të goditur nga ajri turmat e njerëzve që sulmonin burgun e Bënçës.
Si ka mundësi e pyeta i befasuar duke i kërkuar detaje për detyrën e marrërisht të zi. Aty për aty kolonel Matraku që me vështirësi shqiptonte fjalët, përsëriti një ligjërat të drejtë, urdhrin e marrë, gjitur me avion ajër dhe godit me zjarr turmat e njerëzve që po sulmojnë burgun e sigurisë së lartë në Bënç të Tepelenës, nga zëri duke qartë që ishte i terrorizuar. Natyrisht ishte një situatë e rrezikshme. Ai shprehet se ajo që i komunikoi kolonel Matraku ishte diçka krejt e papritur. Ato ditë ishin ndeshur dhe herë të tjera me urdhra e detyra konfuze për asnjë rrethon si kjo. Ishte një situatë kritike që nuk të linte kohë të mendoheshë gjatë. Aty për aty mblodha veten dhe bëra një vlerësim të shpejtë nga atë që po dëgjoja. E para gjë që më bëri përshtypje ishte fakti që urdhri ishte dhënë me gojë dhe jo me shkrim komandës së regjimentit, duke anashkaluar qëllimisht komandën e aviacionit. Së dyti kishin të bënin me një urdhër djallëzor, pasi të godisin me zjarr nga avioni turmat e njerëzve pranë burgut të Bënçës. Ishte e pamundur të mos përfshihen nga ky zjarr grupi i të dënuarve që ishte aty, aq më tepër në kushtet e errësirës dhe shpejtësisë së madhe të avionit. Së treti, në burgun e sigurisë së lartë vonin dënimin shumë persona që ishin dënuar për krime të ndryshme. Atëherë pse duhej goditur? Së katërti burgu i Bënçës nuk bënte pjesë në inventarin e ushtrisë, për të cilin detyroheshim t'i mbronim, qoftë edhe me zjarr nga ajri, por varen nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, vepëria do i sigurohej nga strukturat e këtij institucioni. Mbi bazën e këtij vlerësimi kolonel Matraku i thash të mos kryente asnjë veprim, madje për të qenë sa më i qartë të urdhërova të merrte ditarin e veprimeve luftarake dhe aty të dokumentonte detyrën për të ndaluar në mënyrë kategorike çdo fluturim që ka për objekt sulmi mbi burgun e Bënçës. Të ndaloj rreptësisht të zbatosh çdo urdhër tjetër, i thash me ton të lartë duke mbyllur telefonin. Siç shpjegon ai, kolonel Matraku si komandant trim me i mençur u tregua dinjitoz dhe nuk u çua atë natë në avion për të goditur mbi Bënç. Një profesionist i ai nuk mund ta bënte ndryshe, madje për urdhrin për të goditur mbi burgun e Bënçës, mbajti qendrim dhe denoncoi me forcë. Megjithatë ato di çarkullonin zëra se mbi Bënç është kryer një sulm nga ajri. Kjo është një tjetër ngjarje po aq misterioze, sa edhe urdhri monstruoz për të sulmuar burgun e Bënçës me aviacionin e Kuçovës. Ylli dimër e tregon në tej se asnjë avion nga Kuçova nuk është ngritur për të sulmuar burgun e Bënçës atë natë, madje as më vonë nuk ka ndodhur që pilotët e këtij regjimenti të sulmojnë mbi këtë territor. Zërat e dëgjuar ato ditë, por edhe më vonë i referojnë një fluturimi tjetër të kryer atë natë jo nga pilotët e Kuçovës, shpreh Dimrej. Me këtë ngjarje jam njohur 2 ditë më vonë nga raporti kolonel Enver Taos, një nga specialistët e degës operative të komandës, i cili më habiti dhe shokoi me atë që më tregoi. Atë natë që kolonel Matraku nuk u ngrit në ajër për të goditur mbi Bënç, më tha ai, piloti Lulash Marku është ngritur në ajër nga Rinasi në avion luftarak pa dijenin e komandës teprore, është drejtuar për në Tepelen dhe ka lëshuar disa raketa aer-tog në malin mbi Bënç. Në kthim nuk është ulur më në Rinas, por në aeroportin e Gjadrit. Nga ato që verifikova rezultoi se kolonel Marku, efektivi bazës së Gjadrit, pa dijenin e komandës së aviacionit, por me urdhër nga ministria, atë natë ishte ribazuar me avionin nga Gjadri në regjimentin e Rinasit, që aty kishte marrë urdhër të fluturonte drejt Tepelenës dhe ai për të qenë brenda detyrës për goditje, kishte lëshuar raketat jo në godinën e burgut, por në shpatet e malit mbi Bënç. Raketat aer-tog gjatë lështimit bëjnë shumë zhurmë në flak, çfarë kishte krijuar panik në zonën përreth. Me sa duke i urdhër dhënësit javëzor kur pas e baza e Kuçovës kundërshtoi fluturimin mbi Bënç, kishte gjetur një zgjidhje tjetër, gjithnjë duke anashkaluar komandën tonë. Enigmatik në tej fakti se kjo detyrë misterioze i ishte besuar kolonel Markut. Me sa jam në djeni, ky pilot që shko më pas është larguar dhe jeton matan Atlantikut. Në të gjitha rastet për ushtarakun urdhri e prorit është ligj për vatësin, përjashtohen ata urdhra që bien ndesh me kushtetutën. Urdhri për të bombarduar burgun e Bënçës ishte një i tillë, pikërisht për këtë arsye kundërshtova prerë. Nuk bëhet fjalë për gojëdhëna urbane dhe histori të trilluara për të bërë zhurmë. Së paku për mua është ngjarja më tronditëse asaj periudhe dramatike, por edhe tër karrierës ushtarake.